Shohim se si shkoi gjithçka. Në një fushë të gjelbruar, mes njerëzve dhe kafshëve, në mejdan të Opojës, u mbajt të enjtën gara tradicionale e kuajve. Një ngjarje që organizohet pa ndërprerje që nga viti 2007. Tradita po vazhdon edhe këtë vit në kuadër të shënimit të ditës së çlirimit të Dragashit. Interesimi dhe mbështetja nga qytetarët janë gjithmonë të mëdha, tha organizatori i kësaj gare Behar Saliu. Kjo gara gjithnjë mahet për ditën e çlirimit, ka dita një majtë e kemi një përvjetor, një kalorësit na ka humb jetën i ndjeri në garë. Kena gara tjera, marrim pjesë Shqipëri, Maqedoni, Novi Pazar shkojmë gara. Kjo gara është dita e çlirimit. Prandaj dita e çlirimit, po tradicionale i kena këto gara, kur nuk janë ndalë në komunën e Dragashit Sharr. Pjesëmarrës jonë nga fshati jam Opoj, 2 kuaj marrim pjesë në garë. Kemi mysafir për Prishtinës. Kena edhe pi Shqipërisë, Shishtavec edhe Shkodër. Të na herët i kemi bërë veç angleze, por si vjetë hera parë raca arabe kanë me marrë pjesë në garë. Kena me fillu me raca arabe, ata ma gjatë në vraproj në 3 km gjysë, 4. Kjo është e veçantë pse tradicionale e kena vite. 100 vite me siguri janë majtë këto gara. 76 janë konë këto gara janë majtë për herët parë. Me siguri dhe ma heret, po nuk i kena ndalë, kena vazhdu me këtë sporta. Është tradicionale komuna Sharrit, tjetër kund nuk e majtë këtë gara. Po na përkrajnë Prishtina, na përkrajnë Maqedonia, kemi pas Shqipëria, Novi Pazari në kemi pas të rregullt. Qëtaj pak Novi Pazari, shka ki kufirëve, kanë probleme me rrugën. Keni përkraje, vinë me pa nga gjithë. Keni përkraje, gjithni kemi pas përkraje, pi komunës kena përkraje, po si vjetë pak ma adopta. Fajet i ka Albin Kurti, gjithë jau ka nërë. Gara këtë vit mblodhi jo vetëm garues nga komuna Dragashit, por edhe pjesëmarrës nga Shqipëria, të cilët kaluan kufirin bashkë me kuajt e tyre për të qenë pjesë e këtij eventi. Unë jam Pajtim Beqa nga fshati Shishtavec, me Kalin Poni, marri pjesë. Falenderoj Kosovën, klubin Opojën Bersalin, e falenderoj shumë, qoftë nuk është Bersaliu, sport i ku edhe hupën. E falenderoj të gjithë kosovarët, fitoft më i miri. Një nga veçantitë e garës ishin edhe racet e rralla të kuajve, përfshirë këtu edhe ato me prejardhje angleze, të cilat tërhoqën vëmendjen e të pranishmëve. Kjo raca është raca angleze, janë këta kuajt shpejtësisë janë. 80 në orë shkojnë, 75-80 në orë e mërrinë startin. Afërsisht sa kuaj kanë me qenë garu? Sot marrim 5 kuaj në garë pjesë. Për shkak të disa problemeve me kuajt gjatë garës, këtë vit nuk u shpall fituesi në garën tradicionale të kuajve në mejdan të Opojës. Pavarësisht kësaj, atmosfera festive në Opojë vazhdoi edhe pas përfundimit të garës, duke e kthyer këtë aktivitet në një festë të vërtetë për banorët e zonës dhe vizitorët.